përfutet nga gjithë realitetin, hyn në një botë verash, një botë që pak e njohim, pavarësisht se pretendojmë që e njohim mirë, në të vërtetë e njohim shumë pak. Fatmirësisht me bashkëpunimin tim me Më Commercial kam disa vite që le të themi ka filluar si ajo pjesa e icebergut të zbuloj pak nga pak botën e verës, dhe ndërkohë kam kuptuar dhe kam njohur konkretisht kantinën Pantini për të cilën jemi sot, e cila është një zbulesë vërtet, është një nga kantinat më të mira në Itali, por ndërkohë është shumë befasuese histori që tregojnë drejtuesit e kësaj kompanie. Valentino sot në prezantimin e vet tha, pas çdo çmimi, çfarë do lloj gjë që ndodh, vlerësime në Itali, vlerësime në Europë, të nesërme ne themi çfarë do bëjmë më mirë. Dhe për te verës ne marrim sa leksione jete aty na mësojnë kësaj gjëra që ne shqiptarë përgjithsisht kemi një eufori të tepërt edhe kur fitojmë diçka mendojmë që jemi të parët, por ndërkohë pasi je i pari, ju ta nisi çdo gjë nga fillimi. Kështu që për te verës mësojmë kësaj gjëra shumë të bukura për që janë mesazhe jete, mesazhe pune dhe ndoshta ndonjëherë na pëlqen më shumë historia se sa produkti,